të themi për të ringritur përsëri? Nuk e di, ja ka qenë, ndoshta nuk kanë dashur ta shohin që s'ka qenë i pritshëm, nga se sikur ta kishin parë më mirë është dashur ta dinë që nuk mund prodhojnë një rezultat tjetër përpos këtij që u prodhua, madje me mosveprimet e tyre ato janë faktorët kryesor që kanë ndikuar që lëvizja vetëvendosje ta ketë këtë rezultat spektakular elektoral, që mbaste mund të thuhet se shumë më shumë ka qenë i papritshëm ndoshta për vetë lëvizjen vetëvendosje sesa për subjektet opozitare, sepse nuk kanë bërë asgjë diçka tjetër, do thotë në mënyrë që të prodhohet një rezultat apo një realitet tjetër politik. Ne kemi parë, do thotë, dallimin ndërmjet zgjedhjeve të nëntëshkurtit, kur kryeministri i detyrë Albin Kurti ishte testuar para opinionit publik, vetëm sa i përket efikasitetit të qeverisjes, do thotë rezultati ishte 42%, kishte rënje të lëvizjes dhe vendosjes në raport me zgjedhjet e vitit 2021. Mirë po, që nga ajo kohë, do thotë, u zhvillua do thotë betejë kryesore, do thotë ishin dy narracione kryesore që dominuan opinionin publik, ajo e lëvizjes së vendosjes e prirë nga Albin Kurti se si në një farë mënyrë është viktimë politike e komploteve, po e quaj kushtimisht, kështu do thotë, për blokadë politike të subjekteve opozitare së bashku me listën serbe për t'ju kundërvënë madje edhe vullnetit demokratik të qytetarëve të Kosovës. Ndërkohë subjektet opozitare tentonin të krijonin një lloj narracioni se si është mungesa e vullnetit politik për kompromis të partisë fituese të zgjedhjeve ajo që po e mban peng vendin. Mirë, po sa më shumë kohë që kalonte aq më tepër shtohej presioni social, presioni ekonomik mbi vendin dhe filluan të shtohen ankthe se çka do të ndodhë nëse vendi vazhdon në këtë blokadë, pra nëse vazhdon siç po e përmendëm që ekziston të rreziku që të mos kemi edhe buxhet dhe praktikisht të falimentonte shteti në aspektin financiar. Në këtë drejtim Kurtia doli mjeshtri ta shfrytëzoi këtë situatë që ti etiketoj subjektet opozitare si fajtore të blokadës, nga se ato nuk kanë pasur përgjigje në dy pyetje. E para ka qenë drejt e tyre që të mos bëhen partner me kryeministrin Albin Kurti, mirë po nuk kanë pas përgjigje në pyetje atëherë pse vetë nuk ishin në gjendje të ndërtonin institucionet pa lëvizjen vetëvendosje që ta lënin atë në opozitë. Pra thotë me mosveprimin e tyre ato i krijuan terren të pastër politik, i krijuan terren të jashtëzakonshëm politik Albin Kurti që të jetë lojtari vetëm në skendën në këtë mënyrë. Ai vakum që u krijua kryesisht të përdoret për përfitimet e tij elektorale. Dhe kjo nuk është diçka e jashtëzakonshme kur njerëzit e kanë ndjenjen që ndodhen para situatave të kaosit, do thotë. Është e pritshme që shancat më të mëdha përfitore politike t'i kenë ata lider që japin garancion më të madh se do ta shmangin kaosin. Ndërkohë subjektet opozitare dëshmuan një gjë për 9 muaj që mund ta bllokojnë Albin Kurtin, por jo që të ndërtojnë alternativë politike ndaj tij. Dhe kjo ju rikthye në bumerang, solli një mobilizim të madh të shoqërisë rreth dhe rreshtim rreth liderit të lëvizjes së vendosjes dhe u prodhua ky rezultat çfarë po e shohim. Pra do të kanë qenë gabimet e tyre politike, do thotë indolenca e tyre, mosveprimet e tyre, mosbërja asgjë në drejtim për ta kufizuar Kurtin. Praktikisht ato i krijuan terren Kurtit me mosveprimet e tyre që të mos lejon asnjë hapësirë tjetër pas kësaj që ndodhi. Kështu që është dashur ta shohin paraprakisht se sa më shumë që thellohej vakumi, aq më tepër do shkonte në disfavor të tyre. Kjo është e vërtetuar edhe politikisht, psikologjikisht, do të nuk ka këtë shumë, nuk kemi çka i shpike mujtë nxehtë në këtë drejtim, që shansat më të mëdha nga një vakum i tillë do t'i kishte lideri i lëvizjes vetëvendosje të përfitonte në raport me këto subjekte tjera opozitare. Dhe zgjedhjet lokale, mos harrojmë, kanë pasur një ndikim, ishte një ndryshim ndërmjet vitit 2021 dhe vitit 2025. Dhe këtu është dashur ta shohin qartë nëse Kurti në vitin 2021 kishte fituar 50% të votave dhe ka pas institucione legjitime, do thotë, në atë kohë, mirë po me vështirësi kishte arritur të fitonte 3 komuna, ndërkohë në vitin 2025 i kishte 42%, me blokadë shtetërore arriti t'i marrë 7 komuna. Këtu është dashur që të lexohet qartë, që të kuptohet qartë, të shihet që blokada e vazhdueshme institucionale po shkon në disfavor elektoral të subjekteve opozitare. Mirë po i kanë injoruar këto shenja dhe paralajmërime se mund të kenë pasojë në këtë drejtim dhe tashmë shihet që janë edhe të heshtura nga se dhe nuk po kanë
ende s'kemi asnjë arsyetim zyrtar, për pos pranimit të rezultatit të zgjedhjeve nuk kemi asnjë shpjegim apo justifikim për këtë disfat politike që e kanë përjetuar. Po, zotri Kasoj, të ndalemi edhe pak të kjo, për shkak se ishte pritur që pas blokadës 10 mujore institucionale që e patëm opozitat ishte ajo që do të kapitalizonte atë për një rezultat më të mirë gjador, në base edhe me ndonjë fitore. Si do qoftë, gjatë kësaj periude, ndoshta të ndalemi të analizojmë shkurtimisht pak edhe se cilën, për shkak se në periudën 10 mujore, të trija partit opozitare, më të mëdha të themi, kishin qëndrime të ngjashme, por jo të njëjta. Do me thënë, PDK-ja ishte hapur për bashkëpunim, por vetëvendosja kishte thënë që jo. Megjithatë, ish kryetari i PDK-s i ka shkuar në çdo takim sa herë është ftuar nga kryetari i lëvizjes vetëvendosje, megjithse takimi pa rezultat. Nga ana tjetër e kishim kryetarin e AK-s, Ramush Haradinaj, i cili që nga fillimi pati thënë që unë jam për një blok opozitar. Dhe kishim pastaj të tretën, që ishte LDK-ja, kryetari Lumir Abdi Gjyku, mbante një qëndrim që dëshironte një qeveri gjithë përfshirëse, pra as me vetëvendosjen e cila e ftoi, as me blokun opozitar që të ishin një blok opozitar dhe pa vetëvendosjen. Kështu që kishim 3 qëndrime të ngjashme, por jo të njëjta, të 3 partive opozitare, dhe pastaj dhe në fund nuk arritën as ta kapitalizojnë për një rezultat më të mirë në këto zgjedhje. Po, arsyeja kryesore është prapë thamë që ato nuk arritën ta bindën opinionin që nuk janë fajtore, sepse nuk janë fajtore për blokadën 9 mujore të vendit. Dhe nuk arritën që të krijojnë shpresë që nesër mund të krijojnë institucione përsëri, nëse nuk janë të gatshme të bashkëpunojnë me lëvizjen vetëvendosje, që të krijojnë shpresë që janë në gjendje ndërmjet veti ta bëjnë një gjë të tillë për të mos e lejuar që të zvarritet kriza. Kjo është defekti kryesor politik, të cilin ato nuk kanë arritur ta transmetojnë si duhet në opinionin publik, që i bindin qytetarët e Kosovës që 3 këto subjekte opozitare përkundër refuzimit bashkëpunimit me lëvizjen vetëvendosje janë në gjendje dhe të gatshme që ndërmjet vetit i tejkalojnë dallimet politike që i kanë pasur dhe t'i japin vendit një adresë dhe një drejtim të duhur politik. Pra, në këtë drejtim, lëvizja vetëvendosje ishte shumë më afër transmetimit të mesazhit se është e gatshme edhe për shkak të diferencës së madhe numerike që kishte me këto subjekte politike, që ta transmetonte mesazhin se është shumë më e gatshme dhe i ka gjasa dhe shansat më të mëdha për ta zgjidhur ngërshim politik dhe për t'i dhënë vendit institucione me theks të veçantë miratimin e buxhetit, sepse sa më tepër që kalonte koha filloi të ndjehej ky presion, filloi të ndjehej ankthi te qytetarët e Kosovës, çka do të ndodhë me vendin pas 28, çka do të ndodhë me vendin me gjithë ata të punësuar në sektorin publik, dhe nuk është fjala vetëm për punësuarit në sektorin publik, sepse Kosova dihet se janë dinamikat ekonomike në vendin tonë, bllokimi i shtetit është bllokim edhe i sektorit privat, sepse ne nuk jemi sikur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur mbyllet qeveria federale nuk reflektohet shumë në dinamikat e jetës private.